Dhe e dyta, krijimi i një atmosfere të përgjithshme të Ramazanit. Pjesë e të cilës atmosferë duhet na e kena obligim me i boe edhe familjarët e tonë, edhe miqtë e tonë, edhe shokët e tonë, edhe ata që nuk janë duke agjëru praktikisht. Edhe ata me ndije në një formë apo në një tjetër faktin e të qenurit Ramazan, faktin e të qenurit muaj i bekuar i Ramazanit. Edhe ata në një mënyrë dhe në një formë apo në një formë tjetër me vjell diçka prej muaj i bekuar të Ramazanit. Sepse na e kemi thonë për përsërisim edhe një herë që ndoshta ku e dimna ti me Zotin ton, unë me Zotin tem, kom ja arsyetu dyqysh pse s'kum agjerue. Kom ja arsyetu dyqysh, ka dhim koma, dora, dikuna, s'kum mujta, kum dita, s'kum dit, dyqysh nashta Allahu me mshiren e vet, me rahmetin e vet, me begatin e vet, pa numërt edhe të pa fundshme, nashta kom na arsyetu mos agjerimin. Vallahi, billahi, tallahi, është rrezik i madh, por mos me thon hiç, po shumë rrezik i madh, Allahu me ja u fol do vllaznive e do familjeve e do njerëzve ton mos respektimin edhe mos bërjen pjesë të atmosferës së muajit bekuar të Ramazanit. Duke u shqy hapur, duke hangër hapur, duke pi hapur, duke dalë rrugëve me duhan dorë, duke ushtru në shpinë e muslimanit edhe të muslimanes, sofer, kaftjalli edhe dreke në pikë të Ramazanit. Kjo është trishtim i madh vllazni. Kjo është derezje e rëndë, ju lutna. Edhe asnjë antar i familjes nëse nuk agjeron në atë shtëpi. Mos lejoni mu ushtru sofer, kaftjalli edhe dreke në shtëpiat e muslimanëve dhe muslimanëve. Mos e thirrni mallkimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Mos ta thirrim mallkimin e të Zotit te bareke ve teala. Atë buk edhe atë ujë që e hanë dhe që e pin ti, bën e fshehur as dikun. Mos shohin as fëmia. As shtos, as shpez mos të shohin. As vetja jote mos ta din, që jetu hongër dhe që jetu pi. E jo me dalë muslimant më u thirë me zveti, hajde o bobë se e këna këthyje dreken në pikë të Ramazanit. Edhe dytë vetëverës atëherë kur ke juve ke zheg mrena, po da që njashën të arasë është rishin dreken e darken. Është e ranë, është e tërpshme. Elhamdulillah për të madhe Zotë që një atmosferë Ramazani ka nisë me undije në përkrejt tereni. Hajde na të bohemi pak ma të bute, pak ma të mirë, pak ma të sinqert, edhe pak ma të dashun, e t'i bojmë pjesë të atmosferës e Ramazanit të gjithë. Krejt bashk t'jetojna në atmosferë.